Se që ti është besimtare e devotshme duhet të vendosësh një shami? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, për sa i përket shamis, është një obligim fetar, sikur se tha vllai në fundit, por sa është do të shtoja nga fjalët e tij, është që çdo njeri për nesh duhet ta kuptojë mjaft mirë, sepse ky Kur'an, i cili zbriti tek ne, në të vërtetë nëse do t'i referohemi atij, dhe më vjen keq domethënë për disa njerëz, të cilët flasin nuk kanë paragjykime, por se paragjykimet ndodhin te Kurani në tërësi është disa gjëra dhe për tyre është histori të profetëve të kaluar të cilët tregojnë për popujt e mëparshëm, njëkohësisht dhe dënimet e tyre. Kemi në Kur'an urdhra për të cilat Allahu gjithësisht i cili e krijoi njeriu e urdhëron atë njëkohësisht për disa gjëra, sikurse është shamia në rastin tonë, dhe njëkohësisht kemi ndalesa. Atëherë, duke i referuar këtyre gjërave, këtyre tre gjëra të cilat sapo i theka, themi që një besimtar musliman apo besimtare është e obliguar plotësisht që të zbatojë me përpikmëri çdo detyrë të cilën Zoti ia ngarkoi atij, dhe njëkohësisht të largohet nga çdo gjë të cilën Zoti ia ndaloi. Atëherë, si mund të themi ne që kjo shamia e cila domosdoshmë Zoti e ka obliguar për një vajzë muslimane, të lejohet në disa vende dhe ndalohet në disa vende të tjera? Absolutisht nuk mund ta themi këtë gjë, sepse Islami nuk zbrit, ose Kurani i cili zbritet te ky njerëzim, nuk zbritet për një popull dhe të aneksohej nga një popull tjetër, nuk zbriti për një kohë dhe të lindë një kohë tjetër, por zbriti për të gjithë njerëzimin. Dhe kjo është njëkohësisht domethënë unë desha ta cekja, pra një muslimane është e detyruar përderisa ajo ndoqë këtë rrugë të zbatojë me përpikëri çdo detyrë, pra urdhër në rastin tonë se është urdhër